Selamu alaikum. Si që ndronë puna me namazin e eklipsit, kur dhjetë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë falni kur ta shihni eklipsin. Në fakt disa herë që ka ndodhur gjatë viteve në vendet tona, nuk është parë me sy, të tjerë madje për shembull eklipsi paralajmërohet nga ato që merren në konsultim vitet më parë. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e eklipsit, zonjës diellit, ka ndodhur dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka ndodhur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur namaz. Që gjuhëshin me bërë namaz e eklipsit, që ashtu për shkak që sajna që është bërë namazle. Dhe e ka zgjatë namazin, e ka specifikat e veta, me rëqu të veçanta, me sejtë të veçanta, me lezim të veçanta, është ndryshe për namazit dhe zakonshëm, edhe në lëvizje, edhe në rëku dhe sejtë, edhe në lezim të Kuranit. Për shkak se lezohet shumë derisa të kalon eklipsi, derisa të kalon nxënja. Dhe është sunet që nëse ndodh eklipsi, muslimanët më mbledh shpejt në xhaminë e vet, edhe më fal me imam derisa mos me dalë namazit, derisa qelet të lerohet të kalon eklipsi. Dhe kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ajo që tash në ndodheve, e që është gabim, është paralajmërohet eklipsin në Australi atje, njerëzit falen Kosovë. Kjo është total jashtë rregullave. Thëmë që s'ka ndodhë së morë vesh që ka pas eklips, organizohet namaz, është gabim. Organizohet namaz para kohës dhe ka ndodhë eklipsin da, edhe ora që ka ishtë në kërë më falë është gabim, edhe kjo është gabim. Për shkak se nuk organizohet kështu se nuk ka organizohet kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ata të kanë bua se kanë bua në kretë e ti që shkon kjo çështje, por çështja e eklipsit bëhat nëse ndodh, pastaj bëhet namazi. Jo me organizu namazin para se me ndodh në mënyrë që kur ndodh, edhe na veç jena të u folë. Ta ne vjenë më në eklipsis do dhishtë, të së të vërjet, ta shë më folë, për shkak se ka ndodh në Australia, më së folë të defekte, për shkak se në vendrosi pasuretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e eklipsit duhet me qenë çështje e lirë. Kur që përkujna, derisa të ndodh, momentin që e shumë që ndodh, do marrë direkt në xhami, si të në xhamin e vetë, që ka është? Më thonë, s'ka matematikë ma shumë, nuk ka filozofi ma të mëdhe. Duket eklipsi që u bon, lidhen musliman falen, nuk duket eklipsi që u bon, nuk lidhen nuk falen, ku ka ndodh aqe që në pas do, këtë regull në falen ata që ka ndodh aqe, kur ndodh do falen me nade, që shto në rodhë, Allahu a'lam wa a'lam.